Prezantuesi i njohur televiziv Alaudin Hamidi ka ndarë së fundmi disa informacione të reja për edicionin e 4 të spektaklit më të madh në vend, Big Brother VIP Kosova, duke shtuar edhe më shumë pritshmëritë e publikut për një sezon që pritet të jetë ndër më emocionuesit deri tani. Me një postim në rrjetet sociale, moderatori i dashur për publikun bëri të ditur se përgatitjet për spektaklin tashmë kanë hyrë në fazën përfundimtare. Megjithatë, ai nuk ka zbuluar ende një datë të saktë se kur do të nisë aventura re në shtëpinë më të famshme të Kosovës. Ky fakt ka ngjallur kurreshtjen edhe më të madhe, pasi fansat mezi po presin momentin kur të ndezin ekranin për të ndjekur çdo zhvillim. Hamiti theksoi se procesi i përzgjedhjes së banorëve është drejt fundit, duke dhënë të kuptohet se këtë vit publiku do të ketë para vetes një kast të veçantë. Janë super karaktere, ka thënë ai duke nënvizuar se brenda shtëpisë do të futen figura që pritet të sjellin shumë dinamika, emocione dhe padyshim edhe debate të zjarrta. Big Brother VIP Kosova është shënduruar tashmë në një fenomen televiziv dhe shoqëror. 3 edicionet e para kanë arritur të mbajnë publikun të mbërthyer pas ekranit për muaj të tërë, duke sjellë lojra të forta, strategji të papritura dhe histori personale që shpesh kanë bërë bujë në media. Për këtë arsye, pritshmëritë për edicionin e 4 janë edhe më të mëdha. Në edicionet e kaluara, publiku ka parë se si personazhe të njohur, por edhe më pak të njohur janë shëndëruar në tema kryesore diskutimi në rrjetet sociale, duke krijuar ndarje mes fansave, debate e analiza të shumta. Nuk ka dyshime se edhe këtë vit çdo hyrje në shtëpi do të ndiqet me shumë interes. Alaudin Hamiti nuk ka dhënë detaje shtesë rreth surprizave që po përgatiten për këtë sezon, por mënyra se si ai e prezantoi kastin e banorëve le të kuptohet se produksioni ka bërë një përzgjedhje të kujdesshme. Burime pranë stafit organizativ kanë lënë të kuptohet se jo vetëm personazhet, por edhe formatet e lojës dhe misionet që do të zhvillohen brenda shtëpisë do të sjellin risi. Në vitet e fundit e Big Brother VIP Kosova ka qenë jo vetëm spektakël argëtues, por edhe një performancë që ka rritur më tej famën e shumë prej pjesëmarrësve. Shumë nga ish-banorët janë shëndëruar në figura publike dhe më të njohura, duke vazhduar karrierën në media, muzikë apo në rrjetet sociale. Me këtë parathënie nga prezantuesi duket qartë se edicioni 4 i Big Brother VIP Kosova synon të tejkalojë çdo standard të vendosur deri tani. Publiku që tashmë është mësuar me surpriza dhe lojra strategjike, pritet të përballet me një aventurë edhe më të pasur në ngjarje dhe momente të paharrueshme. Derisa data zyrtare e nisjes ende nuk është bërë publike, një gjë është e sigurt, kur të hapen dyert të shtëpisë më të famshme, sytë dhe vëmendja e publikut do të jenë të gjitha aty. Me super karaktere që premton Alaudin Hamiti, ky sezon ka potencialin të jetë më i ndjekuri dhe më i komentuari ndonjëherë.